Kjo është harta legjitime e vakëfit të fushë qelës, atje tek xhamia Ebu Bekër. Kjo është hartë e 62-shit, kur Shqipërinë kishte filluar me e marr lumi, edhe të kuqt kishin filluar me u forcu në këtë tokë, edhe me e zizu këtë vend edhe shoqërinë e këtij vendit. Ne, Kisha Ortodokse dhe familja Laçej, jemi në gjyqje pafund për të marrë të drejtën tonë. Kemi fituar në Strasburg, e kemi riqu në Strasburg, është angazhu komuniteti musliman, histori pafund, gjyqje. Sot, qeveria në ka sjellë këtë pamje. Ky është thelbi i fesadit, të dashurit e mi. Ky është thelbi i degradimit e i degenerimit e historisë e i prishjes së institucioneve, ku Bashkia e Shkodrës edhe qeveria e jonë bashkë me një ndërtues na shfaqin këtë krye qibanin, po ku në pronën e huj, prej aty ku duhet të dalë drejtësia, del zhvatja. Prej aty ku duhet të dalë mirëkuptimi, del grabitja. Prej aty ku ti duhet të kërkosh të drejtën tane dhe të marrësh pronën tane dhe të marrësh të drejtën tane të shenjtë që ta ka dhënë Zoti, e për cilën edhe po të vritesh je shahid tek Allahu subhanahu wa taala, ta grabisin, ta tjetërsojnë. Ne kemi ngritur zanin me të madhe pranë të gjitha institucioneve, të dashurit e mi. Po mendojmë me të gjithë stafin edhe këshillin dhe kryesinë të ndërmarrim një akt që nuk e kemi ndërmarrë asnjëherë në jetën tonë. Që me të gjitha xhamit tona e me të gjithë imamët e krejt zonës së Shkodrës të bëjmë diçka që nuk është e mirë për Shkodrën. Mirë po është shumë e denjë për vaktin tonë. Mor t'ja firmosin presidenti i botës, e kryeministri i botës, asnjë lloj bereqetit nuk ka prona e grabitun. Asnjë lloj begatije nuk ka ajo çfarë i ke grabit tjetrit. Ka me të metë në fyt ty, fëmijëve tuaj, nipave tuaj, e gjithë atyre që përfshihen, qoftë edhe me një heshtje, a me një lutje koke pa fjalë.